qysh edhe pesheni, në mënyrë simbolike, ja kemi pru kartelen e antarësisë kryetarit të Partisë Demokratike, zotrit Bedri Hamza. Ajo çka ka ndodhur pas procesit zgjedhor të 28 dhjetorit është që një opozitë, e cila duhet të ishte formale bile në kuvendin e Kosovës, është shndruar në degë të vetëvendosjes. Pra dega e PDK-s, dega e LDK-s do shkojmë pak më vonë, dhe kjo tregon që Kosova është seriozisht e rrezikuar në rrafshin e demokracisë dhe jo vetëm. Ju e keni pa që për një vit këto parti as nuk janë takuar me Albin Kurtin, e as nuk janë takuar me Zvetin me votë qeveri. Pas një viti, nën pretekstin se Kosovës nuk i vyn mos zgjedhje, tash po thojnë bën mja votu presidentin që e propozon vetëvendosja. Po ku ket ju deri tash? Pse na çu 2 herë vitën e kaluar zgjedhje? Pse su bot bashkë as LDK PDK e as me Albinin Kurnioni? Qysh është e mundshme që s'bën Albulena Haxhiu për kryetarët kuvendit që i takon edhe me kushtetut në herën e kaluar, po bën mja zgjedh presidentin që don Albini? Kjo është mi shërby totalisht dy seneve. Koncentrimit absolut të pushtetit Albin Kurtit dhe interesave të ngushta partijake. Ju e pa qysh Bedri Hamza lyp kë marrëveshje. Thëjke, para se me u zgjedh kryetari i kuvendit, kryesia e kuvendit dhe qeveria na doj marrëveshje. Nëse s'na thirr Albini përpara, na nuk takohem thëjke. U takuam edhe për mbrapa. Kanë mja votu prapë dhe këndon. Nuk është problemi i emrave. Problemi është që kjo e koncentron pushtetin të Albin Kurti dhe ai ka dy synime. Kapjen e kryeprokurorit shtetit dhe zgjedhjen e 7 gjyqtarëve nga 9 që i ka gjykata kushtetuese, 2 aktualisht e 5 në gushtin e vitit tashëm e përfundojnë mandatin. Këto parti mbartin përgjegjësi për damet që i shkaktohen Kosovës në të ardhmen. Këta nuk mundën me thonë ky president tash nuk patëm fajda që ndodhi. Vjosa Osmani është presidenti i parë në historinë e Republikës Kosovës dhe të rajonit e Ballakisë dhe të Evropës, që nuk ka emëruar kryeprokuror shtetit për më shumë se 4 vjet. Kjo duket një lajm kurrgjo, po për me funksionu një shtet normal demokratik, institucionet e pamvora duhet më konë kompletume. 4 vjet s'kemi kryeprokuror. Dhe kjo është bakshish për lidhjes demokratike të Kosovës, për cilën do flasim kur t'ja çojmë edhe sot kartelën e antarësisë sikurse Bedri Hamza. Përgjegjësia historike mbartet mbi këta. Ne e dim çka don Albin Kurti, po nuk guxojmë me i shërby atij. Edhe në fjalit fundit. E di që në fund PDK-ja nuk rrin sallë, se rrin LDK-ja ose rrin PDK-ja, s'rrin LDK-ja. Me aktin që i kanë shku, me e taku, me normalizu, e kanë kriju precedentin dhe pritjen që tash duhet me zgjedh presidentin. Kështu që s'ka rëndësi a voton në fund. Tashmë ja kanë lehtësu për me shku atje. Që ky është një problem serioz, prandaj më mirë është mu antarësu krejt në vetëvendosje dhe dijmë që është veç një parti. Se kjo veç po na lën mundësinë me u do këtu që ka demokraci në Kosovë, në fakt kuvendi i Kosovës nuk është u shndruar më në kuvend pluralist me parti ndryshme, është u shndruar në kuvendin e vetëvendosjes. Sepse vetëvendosja pe zgjedh këndon. Këta veç minimojnë aty për mu do sharmi i demokracisë. Ne jemi kundër kësaj forme, do të angazhohem çdo ditë më shumë kundër saj.